zina, pasi që në ra zina, i ra pishman mirë po kjo kish kalu. Tha atëre erë një njeri fukara, dhe po i thot ati filan, a ki e diçka me më dhonë me ngran, par arsije se kam met pa ngran. Tha vallaj nuk kam qëtër veç këto di buk. Tha meri këto, i mur aj këto di buk edhe kif diq. Tha pe nga meri thasem, pasi që i kif diq, tha erdhen dhe u peshun, me një anë të peshër të kandarit, ja vun 60 vet i badet, edhe në peshojën qëtër të gjunave, e vun gjëzinan. Tha e panë që zinaja peshoj, ma shumë se 60 vet i badet. Atëre kia nisi me qaj, mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha dhe një të mirë s'ta kena arru, ne jemi ata që gjëtë mirë që e ki bata këthejmë. Tha di buk që ja dhave fukaras, tha dhe ato duhet mi peshu, të mirat e tua, ta shumë mi se kush po peshon ma shumë. Atëre kur i vun këta di buk, apo të mirat dhe se vapit e kësa këtire di bukve, peshoj ma shumë. Edhe tha pe nga meri sasem, mos kishin qenë këto di buk, ki do të kishte hinë gjehennem. Para ta vllai dashër musliman, dije se ki makat që Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmen Kurani Kerim, dhe e ka përmen pe nga meri sallallahu alaihi wasallam hadithet shumëta. Nuk është për me bo hajgare, po është me indëgju këta fjal, dhe më bo pishman dhe më kërku prej Allahu sinqerisht tobe dhe falje. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala është ai cili fal. Transmeton Ibn Abi Dunya, dhe këtë hadith e kanë zerë edhe Kharaiti. Këtë hadith transmetohen nga Ali ibn Abi Talibi, cili ka thonë: Inna an-nasa yurselu alejhim yawm al-qiyama rihun muntinah fayata'adha minhu kullu birrin wa fajir. Ali radiallahu anhu thot, ditën e gjikimit del një erë e ndot që e gulfat çdo njeri të mirë apo të keq. Pastaj i pyesin ato njerëz dhe i thoj: çka është puna me këtë erë e cila na gulfati? Kanë thonë më një transmetim tjetër, thot kjo erë e cila aq e ndot dhe aq e keqe është, që me pas bërte për tu dhe në gjennet do t'i kishte gulfat edhe gjennet lit. Atër Aliu radiallahu an tha e pyesin njerëz dhe i thoj: a dini se nga është kjo erë? A dini se çka është kjo erë? Thanë Allah nuk e dim, vetëm se na ka gulfat, edhe s'po muj me marë frim prej kësaj ere të keqe. Tha kjo është era e zinaqarve, që do t'i vej në era gjithmonë në gjennem. Tha që do t'i gulfat edhe gjennem lit për shka kësaj ere të ndot. Po ashtu e transmeton Bejhaqiu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kur jam ngritën në qiell, tha i kam pa disa njerëz të cilat ja preshin likurat e atinve me gërshon të gjenemit. Tha i pyta Gjibrilin a.s. dhe i thash: ja Gjibril, kush janë këta që po ja presin lëkurën e atinve me gërshon të gjenemit? Gjibrili mu përgjith dhe tha: këto janë ato gra apo ato burat e cilat kur kanë dal jasht janë zbukuru për që dërkan. Këto janë ata të cilat janë parfimos për që dërkan. Nuk janë zbukuru për burat e tirat, po janë zbukuru për ato që i kanë haram. Këtinve lëkurat e atinve, këtinve fitirat e atinve do t'ja shkurtojnë me gërshon të gjenemit, për shkak se ata i kanë zbukuru, apo për shkak se lëkurën e atinve dhe bukurin e atinve e kanë shvizu dhe e kanë përdor për a gjë kur nuk duhet më përdor. Tha pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj kalona për një pusi të thatë. Pusi ishte konë shumë i ferë, prej asaj dilte një erë shumë e keqe, edhe prej saj diltin disa zona shumë të trishtoshëm. Tha e pita Gjibrilin dhe i thash: kush janë këta që po bërtasin? Qka është kjo erë që del prej këti pusit? Tha mu përgjith Gjibrili a.s. dhe tha këto janë gra që janë zbukuru, a dhe ato të cilin derin e tine nuk e kanë rujt, po e kanë dhonë agje që Allah subhanahu wa ta'ala kanë dalu. Ata ibn Abi Rabah, njani prej tabi'inve, kur e komenton fjallën e Allah, që Allah ka thonë Kurani Kerim: la sebatu abuabin, gjenemi ka 7 dirë. E ata ibn Abi Rabah i ka thonë:
ashaddu tilka al-abwab ghamman wa karban wa harran wa antanuha rihan liz-zunat. Tha dera më e keqe, dera më e keqe, dera cila vjen era më e keqe, më e vështirë, është dera e zinaqarve që hinë në ta. Po ashtu e transmeton Mekhuli, cili ka thonë: yajidu ahlu an-nari raihatan muntinah fayaquluna ma wajadna antana min hadhi rahiya fayuqalu lahum hadhihi rihu furuj az-zunat. Ka thonë e nuhatin ermat keqe gjenem lit në gjenem. Pastaj thojnë: wallahi nuk kena ni ermat keqe se kjo Qka kjo prej nga vjen? Ka thonë kjo vjen prej ka organet e zinaqarve. Pa ta vllai dashur musliman, ke kujdes dhe frikoj Allahu tan, se për arsye se Allah subhanahu wa taala Musait alayhis salam ja ka thonë 10 ajete, njanin prej këtine 10 mujize që i ka thonë Allah subhanahu wa taala: ja Musa, mos bani zina dhe mos binin zina, se nëse binin zina s'keni për ta pa fitirën teme. Musait alayhis salam i ka thonë: mos bani zina, se nëse bani zina s'keni për ta pa fitirën teme. Qka ngel për mua dhe për ti e vllai dashur musliman. Po ashtu transmeton Sujutin Gjemul Gjewami, këtë hadith e kanë nxerr Ebu Musa Ashari. Kanë thonë dietarët islam se ki hadith edhe me qenë se në origjinë është i dopt, mirë po ngritet dhe bëhet hadithi i mirë, për arsye se ka hadithe të ngjashme që janë të vërteta. Transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Iblisi, shejtani i cili refuzoi t'i bëjë sejdë Ademit alayhis salam, edhe ulet arshin e ati e ka mbi ujë, karrikën e ati e ka mbi ujë, ulet mbi ta dhe i thot punëtorëve të vetë shejtanëve: ai cili e ban një vepër të cilën ja pëlqej, ka thonë ka me ja dhonën ati kapelen të cila është ma e shtrenjtë dhe ai ka me dal prej atë ditë në penzion. Tha s'ka për të punu diçka. Tha atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: shejtani ka lip prej punëtorëve të vetë që ai cili e devijon një musliman, ka thonë ai del në penzion. Tha ven një shejtan dhe thot, e pyet Iblisi dhe i thot: çka ki bon ti sot? Thot vallahi, thot kam shku filanin, e kam hidhnu me gruajn e vet derisa ka shlu gruan. Tha këta e kam bon. Tha s'ki bon kur gjon. Tha ja pet mërtohat e merr një tjetër, edhe ajo e merr një tjetër. Tha ven tjetri dhe i thot: ti thot çka ki bon? Thot vallahi, thot di vllazni që pi nane dhe pi babe janë do shumë, thot i kam përqa këto derisa janë idhnu, edhe dirët e tire i kanë bil. Thot s'ki bon kur gjo. Ka thonë një dit këto apet pajtohen. Tha ven i treti dhe i pit: ti thot qa ki bon? Thot vallaj, ja kam zbukuru gjënajnë filonit derisa ka ranë zina. Ka thonë i thot Iblisi: një me afal të lumë, ka thonë se ti sot pas e punu dhe ti hakin tënë sot kije me morë. Tha atëre thaja nën tajin kapelen e ati, në kokën e ati, edhe afron vetë vetës e ullë. Pra vllai dashur musliman, dije se shejtan dalin penzion, a dit kur ta zbukurojnë ti e gjunajnë, është e vërtet se me t'i dhonë sit e islamit, qatë gjunati qili gjetin ta, me t'i dhonë këto sit e shef dosha dhe ngërdije dhe tije. Mirë po shejtani ta ka zbukuru, edhe ke mindu se ti lumëturi dhe kajtësi qa gje ki me gjetë. Po ti që ki bon zina dhe ti që ki përjetu këta, vërtet, a ki gjetë knajtësi? Apo nëse a knajtësia pas minuta, qëfar knajtësia është ajo e cila fundin e ka në gjenem? Allahu subhanahu wa ta'ala në rujt. Po ashtu transmitohet me një rivajet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë se është një lugin në gjenem, në ta ka shumë gjarpni, gjarpnit janë të trash sa qafa e devës, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto e kafshojnë ata të cilën e kalon namazin, këto e lmojnë ata të cilën e kalon namazin. Ka thonë e kafshon një gjarpën këtë njeri që e kalon namazin, ku helmi t'i gjarpit vlan,
ka thonë 70 vet e nin dhimbjen e kafshimit të këtij gjarpit, e pastaj fillon edhe